Një incident i rënd është raportuar se ka ndodhur ditën e enjtë në Prishtinë, ku dy këngëtar janë përfshirë në një përplasje fizike. Sipas burimeve të sigurta, reperi nga Shqipëria Kleti Dëxhani, i njohur me emrin artistik Finem, dyshohet se së bashku me disa persona të tjerë kanë sulmuar këngëtarin Butrin Timiri. Ngjarja thuhet se ka ndodhur në afërsi të një hoteli në Prishtinë. Sipas lëndimeve të pësuara, Butrin Timiri ka kërkuar trajtim mjekësor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës QKUK. Një burim ka tentuar të konfirmojë rastin me policinë e Kosovës. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Prishtinës Agron Borovci ka deklaruar se aktualisht nuk ka informacione zyrtare lidhur me këtë ngjarje, pasi ai ndodhet në pushim, por ka premtuar se do të mundohet të sigurojë detaje shtesë. Deri në momentin e publikimit të lajmit nuk ka pasur një përgjigje zyrtare.